أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi në emisionin Shpirtëror jam mes nesh. Emision ky që i kushtohet të trashëgimisë kulturore e shpirtërore. Në këtë epizod ndodhemi në xhamin e re në fshatin Çerkez, komuna e Kumanovës, për të mësuar më shumë se cili është historiku i kësaj xhamie, çfarë e karakterizon atë, cila është specifika apo tradita e kësaj xhamie. Ai i cili na shoqëron në këtë bashkëbisedim është Hoxha Isa Efendi Beqiri, me të cilin do të flasim për të gjitha detajet. Hoxhë nderuar, ky emision i kushtohet trashëgimisë kulturore e shpirtërore, objekteve të kultit dhe historikut të tyre. Kur jemi tek xhamia e re në fshatin Çerkez, cili është historiku i kësaj xhamie? Historiku i kësaj xhamie si nismë për ndërtimin e një objekti fetar, duke marrë parasysh se popullata e fshatit tonë apo vendbanimit tonë po rritej në vazhdimsi, lindi nevoja që të ndërtohet edhe xhamia e dytë dhe iniciativa si e tillë buron që nga viti 2003. Megjithatë, për shkak të mungesës së lokacionit, kjo iniciativë disi zgjati deri diku vitet 2006-2007, kur edhe është blerë ky trull në cilin jemi sot dhe ku sot është xhamia, do të thonë ndërtimi i xhamisë me kontribut të vetë fshatarëve ka filluar që të ndërtohet në vitin 2006-2007 diku. Kurse xhamia si funksionale, do të thonë për të qenë, ka fillu në vitin 2014 e kam pas kënaqësinë që unë të jem shërbyesi i parë në këtë xhami, edhe pse ajo ishte në atë kohë në vitin 2014 pa përfunduar tërësisht, do me thonë në pjesën e podrumit kryeshin e rritet fetare, dhe unë atëherë kam shërbyer 2 vjetë në Ramazan dhe gjatë namazeve të xhumos. Kurse sot, ja si që shihni, pra si që jemi edhe dishmitar, xhamia i plotson kushtet optimale të një objekti modern fetar, ku do me thonë ka një arkitektur të këndshme për syrin, një arkitektur që gërshëton modernën me atë që është klasike, do me thonë është xhami e stilit Osman, mirë po me elementet të modernizimit të arkitekturës moderne. Pra është e përbër nga pjesa kryesore e faljes në cilën jemi ne këtu, e që shërben për faljen e peskove të namazit, namazeve të xhumos dhe ritualeve tjera fetare. Pastaj kemi pjesën e podrumit që ditëve të xhumos shfrytëzohet për falje për burrat, për arsye se nuk i mzen dhe nuk i mbledh për mbledh të gjithë xhamatlinjt të cilët vinë këtu, kurse në namazet e ditës, sidomos gjatë muajit të Ramazanit, shërben edhe për lutje për gratë, sepse e ka hyrjen në vete. Objektin ndihmëse, do të thonë që e shoqërojnë xhamin, është edhe Shadërvani, i cili është pjesë përbërëse edhe pandashme e çdo xhamie, edhe këtu pra për ta ruajtur atë pamjen klasike të xhamive, është ndërtuar edhe Shadërvani, përveç kësaj do të thonë ka edhe një abdeshane tjetër, e cila është pak si ma moderne, pastaj ka edhe objektin e posaçëm që shërben si klas apo si mekteb, siç njihet në terminologjinë fetare islame, që shërben për mësim besimin dhe mësim leximin e Kuranit familjar. Pra këto janë parafërsisht elementet të cilat e shoqërojnë dhe përbëjnë këtë kult, këtë objekt fetar. E shohim që është një xhami e madhe. Çfarë e karakterizon, të themi, këtë xhami? Çfarë specifikon? Si që shifni, pra, ajo që specifikon këtë xhami apo që është specifike di që veçantë, është kubja, të cilën ne e shohim, ku ajo është e zbukuruar me një kaligrafi të jashtëzakonshme, e punuar nga një mjeshtër i jashtëzakonshëm, siç është Hafizi nga fshati Grushin,
dhe aty është ajetul kursia e shkruar në tërësi, pastaj janë këto dritare të cilat i japin një ndriçim të jashtëzakonshëm të shkëlqyeshëm vet objektit, pastaj e kemi edhe mihrabin, i cili e ka një pamje të shkëlqyer me një dekor të jashtëzakonshëm, është pastaj vetë mimberi ku mbahet hutbja, që ka gjithashtu një dekor klasik Osman, dhe kursia që është pasnesh këtu, që është shërben për mbajtjen e vazeve dhe ligjëratave. Këto janë ato elemente të cilat besoj se e zbukurojnë këtë objekt. Pastaj, kur shikojmë edhe në përgjithësi strukturën e xhamisë, kjo xhami ka thuajase 7 kube, ku lart i kemi 3 kube të vogla, të cilat gjithashtu janë të dekoruara dhe të zbukuruara me ajete ose sure të shkurtra të Kuranit famëlar, dhe çdo mend se besoj se është një ndër xhamit më të bukura në rrethinën e Kumanovës, mos edhe më gjatë. Devotshmëria është shkalla më e lartë e besimit, është përkushtimi më i madh shpirtëror ndaj krijuesit. Të nderuar shikues, në këtë episod do të trajtojmë temën njeriu dhe devotshmëria. Hoxhë nderuar, kur bëhet fjalë për devotshmërinë, e dim që njeriu sipërjetës duhet reflektuar pra me besim, me bindje ndaj krijuesit. Çfarë nënkuptojmë me devotshmëri dhe çfarë do të thotë të jetosh me devotshmëri? S'do men se derivat i besimit është devotshmëria. Dhe nuk mund të kuptohet si nocion pa e ditë domethënien dhe bërthamën e vetë fjalës devotshmëri. Pra, në gjuhën arabe, devotshmëria njihet si et-taqwa dhe e hasim në shumë ajete kuranore. Varësisht nga mënyra se si është zbërthyr apo komentuar ajeti kuranor, e merr edhe kuptimin. Mirama, kuptimi më i përafërt i fjalës et-taqwa në gjuhën shqipe është ruajtje, për arsye se rënjën e ka nga fjala e gjuhës arabe wiqayatun, pra ruajtje. Nënkupton që besimtari ruhet nga çdo gjë e keqe që mund t'ja njollos atij besimin dhe mund ta devijojnë nga rruga e vërtet. Kurse, sa i përket aspektit terminologjik, ta asaj se çka në veten ngërthen devotshmëria apo et-taqwa, më së miri na e shpjegon Allahu Dhul Xhelal në fillimin e surës së dytë në Kur'anin famëlar, suretul Beqare, të cilën e fillon me një frazë treshkronjëse, kuptimin e të cilës nuk e din askush, pastaj vazhdon tjetër dhe thot: "Dhalikel kitabu la raibe fihi huden lil muttaqin." Ky Kur'ani është një libër në të cilin nuk ka dyshim dhe është udhëzim lil muttaqin, për të devotshmit. Kurse në 3 ajetet në vijim, Allahu Dhul Xhelal i definon të devotshmit në mënyrë të përpikt se kush janë ata. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Të devotshmit janë ata të cilët e besojnë të fshehtën dhe ndajnë nga pasuria të cilën u ka dhënë Allahu Dhul Xhelal. Pra nga furnizimi me të cilin ata i ka furnizuar Allahu, ata ndajnë dhe e bashkëshijojnë mirësinë dhe begatinë e atij furnizimi me të tjerët. Pra janë 2 elemente këtu të cilat e ngrisin nivelin e të kuptuarit të devotshmërisë. Pra, të besosh në atë që nuk e sheh, sepse kjo është ndjesi e thellë në shpirt. Pastaj të jesh falëndërues ndaj mirësive dhe begative të cilat ti ka dhënë Allahu Dhul Xhelal, duke e shpërnda mirësinë dhe begatinë me të tjerët. Pastaj vazhdon në ajetin tjetër ku thot:
walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Të devotshëm janë edhe ata të cilët të besojnë ty, e besojnë atë që të është zbritur ty dhe atë që është zbritur edhe profetëve para teje, dhe janë të bindur në fundin e kësaj bote. Ulaike ala hudem min rabbihim. Këto janë të udhëzuarit të Allahut dhul Gjelal. Këto janë ata të cilët në shpirtrat, në mendjet, në zemrat e tyre Allahu e ka futur udhëzimin, wa ulaike humul muflihun, dhe këta janë të shpëtuarit. Kurse ka edhe komente të tjera. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për devotshmërinë? Pejgamberi alayhi salatu wassalam për devotshmërinë thot se duhet të largohesh nga ajo e cila të duket ty se nuk bën punë, pra nuk bën punë të këqija, mirë po në esencë ajo mund të çojë nëse e shpeshton një veprim që të bësh edhe punë të këqija. Domethënë të largohesh maksimalisht nga neglizhenca, nga mos kujdesi në veprimtarinë tënde. Po ka edhe shpjegime tjera. E shpjegimin më të mirë e jep Aliu radiallahu anhu. Çka është devotshmëria? Kur e kanë pyet, ai ka thënë, devotshmëria është ta besosh Allahun dhul Gjelal, ti friksohesh atij, të veprosh mbi bazë të urdhrave që ai i zbriti në Kur'anin famëlart. Të kënaqesh me pak, të kënaqesh me atë që ta ka dhuru Allahu dhul Gjelal dhe të përgatitesh për botën tjetër. Ju përmendat shumë elemente rreth devotshmërisë dhe ne e dim që pra devotshmëria është një sentiment, të themi, i brendshëm shpirtëror që besimtarët musliman brenda për brenda ditës dhe jetës padyshim pra mundohen që të jenë afër krijuesit përmes adhurimit që ata e bëjnë. Cili është dallimi në mes, të themi, adhurimit dhe devotshmërisë dhe cilat janë dobitë e devotshmërisë? I nderuar, adhurimi pa devotshmëri është një formalitet. Shpirti i adhurimit është devotshmëria. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Çdo vepër gjykohet sipas niyetit, sipas qëllimit, dhe secili e fiton atë që e ka patur për qëllim. Nëse ne adhurimet tona i kryejmë formalisht për qëllime tjera anësore dhe nuk e kemi qëllim final, fitimin e kënaqësisë së Allahut, apo frikë respektin, se i nderuar, devotshmëria si nocion. Nëse e themi se është frikë, atëherë pse Zoti kërkon nga ne që ti frikësohemi. Mirë po, nuk e përmbledh fjala frikë ndaj Allahut devotshmërinë, nuk e përkufizon plotësisht. Po çka ne në gjuhën shqipe e përkufizojmë në mënyrën më të mirë me një togë fjalesh, frikë respekt. Pra frikë respekti është ajo që adhurimet tona nëse i bëjmë në këtë formë, duke i respektu krijuesin tonë dhe duke friguar se mbos ndoshta ne këtë ibadet, këtë adhurim nuk po e bëjmë në harmoni me atë që ai e kërkon, që në vrojtimin e tij ne ta fitojmë atë që është vërtet epitet i një krijese të nënshtruar ndaj tij, atëherë kjo është një ibadet i zhveshur nga devotshmëria. Dhe përfitimet e këtij ibadeti do të jenë mbase shumë të pakta, sepse ajo shpirtërore, ajo e brendshmja i mungon. E ne, si besimtarë të cilët i kryejmë urdhrat dhe obligimet të cilat na i ka dhënë Allahu dhe me të cilat na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne në vazhdimsi duhet që krejt veprimtarinë tonë ta përkushtojmë në atë që vërtet ta ndjejmë shpirtërisht atë që e bëjmë, e të hikim prej formalizmave. Pra, nga kjo që thuani ju, ne e kuptojmë që adhurimi do të ngelet i zbehtë pa devotshmëri. Gjithsesi do të ngelet i zbehtë. Për arsye se
Pra nuk është e mjaftueshme. Nuk është e mjaftueshme, nga se ti jemi në muajin e Ramazanit. Dhe ndalim edhe ne analizojmë një gjë. Allahu Dhul Gjelal, kër e obligoi agjerimin, tha: Ja ejuhalladhina amenu, kutiba alejkumus siyamu, kema kutiba alelladhina min qablikum, leallekum tettaqun. O ju të cilët keni besuar, u është bërë obligim agjerimi, ashtu siç ishte i obligim edhe për ata para jush, në mënyrë që ju të jeni apo të fitoni gradën e devotshmërisë, të jeni të devotshëm. Pra, këtu është esenca. Ne shohim nutricionistë të ndryshëm, cilët japin recetat të ndryshme për të mbartur dieta, nëpërmjet cilave njeriu e përmirëson shëndetin e tij, ul nivelin e kolesterolit, nivelin e sheqerit në gjak, dhe për mos me kalu në fazën e obezitetit, mbi peshës, ata mbajnë dieta të ndryshme. Mira ma, a ka këtë përbashkët diçka me agjerimin? Ne dëgjojmë se po, agjerimi është operacion pathik për besimtarin. Mira ma, formalitet është agjerimi nëse ti nuk e ndjen atë. Nëse ti me përkushtim nuk e përjeton dhe me përkushtimin më të madh nuk e bën vetëm për atë i cili ty të ka krijuar dhe ta ka obliguar këtë ibadet. Ndaj duhet besimtarët ta kenë parasysh se agjerim nuk nënkuptohet vetëm abstenim nga haja dhe pija. Edhe gjëra tjera të cilat në përditshmëri i ka njeriu të lejuar përveç se në Ramazan. Mirama, agjerimi parimisht është frikë respekt ndaj Allahut. I nderuar, sa interesante. Gjitha ibadetet të cilat i bëjmë njeriu nuk është e mundur të mos ekspozohet. Kurse te agjerimi është një gjë e fshehtë. Ne mundemi gjithë ditën me gënjy se jemi të agjeru, kurse në anën tjetër nuk jemi agjerueshëm. Mirama, besimtari i sinqert, edhe pse nuk e sheh askush, edhe pse nuk ekspozohet para askujt, ai prap agjeron, abstenon nga haja e pija. Pse? Për shkak të asaj se ai është i vetëdijshëm se vrojton Allahu Dhul Gjelal çdo veprim të cilin ti e bën. E për të arritur nivelin e devotshmërisë në agjerim, Allahu përcaktoi edhe ibadete shtesë. Edhe adhurime shtesë, siç tha se duhet të shpeshtohet në Ramazan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se duhet të shpeshtohet në Ramazan edhe leximi i Kuranit, edhe kërkimi i istighfarit, edhe falja e namazit të taravive dhe aktivitetet tjera të cilat bëjnë që të ngritet niveli i devotshmërisë në adhurim. Pra kur jemi tek aktivitetet e tjera, dua këtu të ndërlidhem me një tjetër pyetje. E dim që muaji i agjerimit vjen si për të përjetuar njeriu një transfigurim shpirtëror, pra për të bërë një ndryshim tek vetvetja. Pse pikërisht themi agjerimi është shkak për arritjen e ndryshimit të njeriu dhe në fakt si arrihet devotshmëria përmes veprave që duhet i bëjë ai, përmes aktiviteteve të cilat mund ndoshta ta shtojnë bindshëm devotshmërinë të njeriu? I nderuar, ne jemi krijesa të bëra nga dy anë. Është ana shpirtërore, e cila çdo herë kërkon lidhjen me krijuesin. Pra gjithmonë për arsye se shpirti jon është një pjesë të cilën neve na e dha Allahu Dhul Gjelal, futi në vetet tona që ne të gjallërojmë. Po është edhe ajo ana materiale, e cila i kërkon të përmbush nevojat e veta materiale. E agjerimi është një element i cili i lidh këto dy gjëra dhe i vë në baraspesh. Pra, kur ty abstenon nga haja dhe pija, kujton atë i cili të ka kriju, po në anën tjetër, i kujton dhe je pak më falënderuese dhe për mirësitë të cilat ai ti ka dhënë. Sepse kur ja di vlerën një gjëje, në atë moment kur ti nuk e ke. Sepse kur e ke, harron ndoshta. Edhe kjo është një element. Elementi tjetër është, edhe për atë, në hadithin kutsi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, çdo vepër që e bën i biri Ademit e bën për veten e vet.
përveç agjerimit të cilin e bën për mua dhe unë e shpërblej atë. Pse? Sepse nuk ka njeri që mundet me dhunë, me detyru që ti të abstenosh nga haja dhe pija. Pse? Se gjen 1 milion mënyra. Kjo vjen nga vullneti Po kjo vjen nga vullneti, po edhe nga besimi. Nga bindja. Për atë thamë se takvallëku, apo devotshmëria, apo frikë respekti ndaj Allahut është derivat i një besimi të pastër, të sinqert, të ngulitur thellë në mendjen dhe zemrën e njeriut. Pse them në mendje? Për arsye se argumentet e Allahut, nëse ti nuk i kupton, e ke shumë të vështirë ti bësh pjesë të pandashme të shpirtit tënd, të unit tënd, të egos tënde, të karakterit tënd. Ndaj, Allahu Dhul Gjelal, fjalën e parë të cilën e zbriti, ishte lexo në emrin e Zotit tënd, i cili të krijoi. Pra në emër të Zotit, duke lexuar, duke studiuar, ti i kupton qëllimet dhe urtësitë, aq sa ta mundoson Allahu, që ti perceptosh argumentet e Zotit, ti kryesh urdhrat e tij në bazë të këtyre parimeve, edhe ta arrish shkallën më të lartë të devotshmërisë. Cili është mesazhi juaj për të gjithë besimtarët të cilët po na ndjekin në këto momente? I nderuar, rast më i mirë se si mund të zbërthehet devotshmëria nga thesari islam e kemi momentin kur Omeri radiallahu anhu, halifi i dytë i besimtarëve, e pyet një sahabi, një shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i njohur me emrin Ubej ibn Ka'b. Dhe i thot, çka është devotshmëria? Dhe ai e pyet, atë ka ndodhur thot ty që të udhëtosh në një rrugë me thera dhe pengesa? Thot po. Thot si ke vepruar në këtë rast? Thot në këtë rast thot unë jam munduar ose ti largoj therat ose ti te i kaloj ato. E po kjo tha është devotshmëria. Ta kalosh vështirësi. Se ti je duke ecë në një rrugë me sfidat të mëdha. Dhe mënyra se si ti i te i kalon këto sfidat duke mos e harruar në asë një moment krijuesin, është kulmi i devotshmërisë dhe vetë ajo që e tha Aliu radiallahu anhu në fillim, e cilës nuk duhet ti ndahemi në asë një moment, se devotshmëria është ta kesh frikë respekt ndaj Allahut Dhul Gjelal, ti kryesh porosit, ti zbatosh porosit e ti në Kur'anin famëlart, të kënaqesh me atë që e ke dhe të përgatitesh për botën tjetër. Hoxh i nderuar, pas kësaj bisede kaq të këndshme, ju falenderoj shumë që ju gjetët kohë dhe hapësirë për të folur mbi këtë temë. Falënderimet dhe kënaqësia janë edhe për mua. Zoti ju nderoft dhe agjerim të pranuar inshallah. Falenderoj shumë. Të nderuar shikues, këtu jemi në fund të këtij bashkëbisedimi. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen. Deri në episodin e ardhshëm. Mirupafshim.